edhe këtë të shtun të bukur Ramazani. Apo ju mundon heqa jo, a ma shumë po në toni, apo ju kap etja ma shumë? Që unë për veti po des për uj, shpirë më lëshoj për uj. Thojnë që ky muj i bën njerëzit ma të mirë, ma të durushëm, i largon prej veseve të këqia, a që unë kërkasjom. Keshtu e re, tu re në fakt me një fmit klasës dytë. A i dull prej shkollës, e kish pas një shishe me uj, ftoft. E qeli, e piti pak, gjysën tjetër, e derdhë këtë shtu rrugës. Thash, po t'ja ki nana, ki baba, që është derdhët ujë në rrugë, bre, s'po t'vjenë mare, bre. Tha, po m'ka hi një mizë mrena e pe derdhe. Qa ka lidhe, thash, i ka hi miza mrena, e derdhë mizër e pin ujën të kënoq. Tha, po hajtë, tha se, oj tete, tha, po m'duket të paska kap Ramazani. E të matrulloj trunin e të merdhi natë pak qatë moment, po s'disha qa me bot ja nisi aj me kesh me shuk të vetë aty. E thash vetës, qëtëso gjek, kë muj është i shenjt, duesh me bu njeri ma i mirë, jo me dalë në mal, gjek. E të ngajta shpejt e shpejt shkova në banes, bol marre merdh, shkova i lava syt, edhe pak e shpërlava gojen. Sështë që se kisha pi kështu gjysën e liqenit batlavës që atë moment, po është për lava gojen pak. Shqyër zotit që nuk jemi në verë, nuk e di që shja kësha bo, verës nuk mëj. Po, kreqa mëj me bo, është që në këtë ko, thash, t'ja kujtoj vetës që Ramazani është gati mu kry. Tani, veç ko me dojnë me pi. Qka të muj bre? E ditën, e natën, me langje, me ujna, me ketë bre komi pi. Edhe kështu vendosa me iftu person të disa djemë që i bojnë pijet ma të mirat, ma interesantet, ma të bukrat e ma të shishmet.